Sporti në zi, mbyll syt për gjithmonë trajneri i njohur shqiptar. Lajmi i trisht për futbollin në Kosovë, pasi ka ndëruar jetë Ejup Mehmeti, i njohur ndryshe edhe si Kapiti, u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare. Mehmeti ka luajtur në vitet 70 për Prishtinën, ndërsa pati karrierë edhe si trajner te kryeqytetësit. Te Prishtina u emërua teknik i skuadrës pikërisht në vitin 2012. Në Kosovë, ndërkohë është nderuar edhe me mirënjohje për vepër jetësore. Gjatë karrierës së tij, kontribuoi po ashtu te Hamburgu në Gjermani si zëvendës trajner.